Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot motra dashura me ju do ndoj recetën e një supe tradicionale të cilën nëna ime përgatit në çdo drekë të bajramit. Është e shijshme, ja vlen me provu, tamam një supë e vaktit, e mirë në pamje dhe shumë e shijshme. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e supës së bajramit. Marrim një tenxhere dhe në të hedhim një qepë të cilën e kam coptuar rremët. Gjithashtu ja shtoj dhe një karrotë të bërë në rende. Dhe ju shtoj vaj dikon rreth 50 ml. Dhe i zi zjarrin dhe në temperaturë mesatare, e fërgoj qepën dhe karrotën kështu dikon për 6-7 minuta duke i përzier vazhdimisht. Kam fërguar mirë qepën dhe karrotën, kanë një aromë jashtëzakonisht të mirë. Kjo është një supë tradicionale ditës së bajramit. Tash ja shtoj këtu 2 kofsha të pulës, i kam zier dhe i kam coptuar. Dhe vetëm se pak kështu i përhapi në përmas. Ja shtoj 1 litër me lëngun e mishit, pra nga kofshët, e kam pulluar dhe ja shtoj. Përzi pak masën, ja shtoj 1 lugë mesme me vegetë ose vegetën do ja shtoni sipas dëshirës. 1 lugë mesme me magdanos, thot ose të freskët, varet si e doni. 1 gotë jo të plot me fide apo makarona për supë të coptuara. Dhe kështu pak e përzi masën dhe e lojmë që të zihet dikon për 5 minuta në temperaturë mesatare. Masa zier dikon për 5-6 minuta. Tash i morim 5 lugë gjelle me kos, këtu kam në pjatë, ja shtoj 1 lugë gjelle me miell dhe 1 vezë të plot. Dhe masën e përzi mirë derisa ta fitoj një masë homogjene. Kam përzier mirë masën, tash marr kështu 1 garuzhe me supë dhe ja shtoj dhe përsëri e përzi. Dhe masën e përgatitur e hedhi tek supa. Kështu të tërën, e përzi pak dhe ja uli pak temperaturën mes tultës të mesmës dhe supën do e zi për 10 minuta tjera. Supa është zier për 10 minuta, është gati, e largoj nga zjarri që ta servoj. Supën e kam kalu te kjo tenxherja e porcellanit që t'i ket hije sofrës së bajramit, tamam ta bëjmë një sofër mbretërore siç e do zakoni për ditën e bajramit. Tash e servojmë kështu në pjata. Ta shihni dhe ju, ta servoj te kjo pjata dhe si ka dalë, vërtet ka dalë shumë e mirë, tamam një supë tradicionale të njëherit, e cila është përgatitur për festën e bajramit. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë supë për ditën e bajramit, ju bëft mirë. I lutem të na shkruani në koment nëse e keni provuar se si ka dalë. Urime festa e bajramit, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.